Pasi u kërkua hapja dhe kqyrja e fletëve të votimit të gjitha kutive të qarku Tiranë, të hënë 2 anëtarë të KAS kërkuan edhe hapjen dhe kqyrjen e fletëve të votimit për Fierin. KAS ka njoftuar shqyrtimin e ankimimit të OPD-s për qarkun Elbasan, Durrës, Berat dhe Vlorë ditën e martë. Nëse ndjekim logjikën e deri tanishme, PD ka anashkaluar kërkesat për hapje kutish dhe kqyrje të fletëve të votimit për qarqe si Kuksi, Lezhë, Korça apo Gjirokastra, por kriteri për zgjedhjes duket se nuk ka lidhje me pretendime dhe përgjegjësi të drejtuesve të qarqeve të caktuara, përveç se me numrin masiv të kutive që kërkojnë të kqyren. Kështu, Flamunoka në Tiranë dhe Gazmenbarti në Fier po përpiqen që në mos të zbrasin përgjegjësinë personale, të paktën të shtyjnë analizën e përgjegjësisë mbi ata vetë në këto 2 qarqe, mbi të cilat 2 anëtarë të KAS kanë vënë veton. Nga ana tjetër dhe vetë Berisha synon që të shtyjë sa të jetë e mundur valën e kërkesave nga ajo PD e mbetur, lidhur me përgjegjësinë e tij personale si kryetari i Partisë Demokratike. Nëse ndodh ajo që pritet, pra kërkesa për kqyrje të gjitha kutive në 4 ose 5 qarqe më të mëdha të vendit, atëherë këto zgjedhje do të shënojnë rekord jo vetëm për kohëzgjatjen e shqyrtimit të ankimimeve, por edhe për kustot e shtuara që buxheti i shtetit do i duhet i vërë në dispozicion të zgjedhjeve. Dhe gjithçka thjesht dhe vetëm me kërkesë të 2 anëtarëve të KAS. Në rastin më të mirë, pra, nëse nga kqyrja nuk do të rezultojnë gabime për te atyre njerëzore, rezultatet e kqyrjes do të ndikojnë më së paku në nevojën për shfuqizimin e kompetencës që kodi u njeh sot 2 anëtarëve të KAS për të kërkuar hapjen pa kufizime pa kriter të kutive. Sa për vrasjen ndërgjegjesh për fondet e harxhuara më kot, për këtë nuk ka shumë norma të shkruara. Sidoqoftë, pa pritur atë që do të ndodhë më pas, që tani është e qartë që kërkesa për hapjet e kutive vjen nga Berisha e jo nga ndonjë frym tjetër. 2 anëtarët e KAS nuk kanë vepruar mbi bindjet e tyre personale, po aq më pamundur duket që të 2 ata t'i ketë bindur Marashi.